Ka individ aty që janë lëshu edhe e kanë puth me hyrin e këti babës budalve. Ka asi. Kush o baba i budalve? Albin Kurti, baba i shti logiqit e qëtyne. Pse duhet inteligenca një deputeti më shku mi raportu në baza ditore. E a i mi shfrydzu ato kunder oponent dhe politik. Në ka më ndodhë kjo ma. Këtu ta shdoj mi qelë letrat. Tu më voli me letra qelë. Ma këti kungimi uj nuk ka me jesë. Qëto për të betona që s'ka me jesë ma. Kungimi uj Albin Kurtit? Ja, s'ka me jesë ma. Ja, ma nuk përsëritet, ma ardhë udbashi, i infiltrumi, i udbes, nuk që ke. E më ardhë, e më thonë du me pushkatu, Rabo Sharadinin, jo breba, s'ki me pushkatu. Ose përvo me pushkatu, edhe e shohim na që shdel. Edhe kjo kategori njerëzve që ardhën në pushtet, e që e kanë babë që ta, e tash na i kalzojmë kush o baba. Pej mosh 13 vjeqare jëmë të morë me qëto qeshtje, me babe, me babgjësh, e me sakrificë. Nuk ja lejojmë kur kujnë këtë botë me bon hajgare shtetin. Nuk ja lejojmë as ati logiqit, as këti me kapoqëzbarë t'i dhonë rëqkive, as Albin Kurtit, as ati Elvis Hoxh e këti ferrit. Nuk as dejona Mihajlit, më na bo loj në vend tonë. Në vend tonë unë jam deputeti zgjedhur për i popullit Kosovës. Jam në shpiteme. Kush është taj që guxon mu në ma mshel derën aty? Qofta edhe kë dehari. Njerë i manipulum, s'ka ishe pej fillimit, e dinti si s'pëdume i përven edhe të samë. E këtë to në shërbim të zhbërje seksoj që është arritur ajon shekullore. E mileniumit thuja. A ka koment, të ditë për të farë familje rrjedh bek, kër e parashe, se kër për përmeni kushtetut, si fmi, nathë nishin, e përmeni atë thonin thirën e famshme kushtetut, Republik Kushtetut, jam e hatër, jam i luft, këto brigadat e pushet njerëzve, e për njerëzve që kanë pas problem në atë kohat shtetë hinet shajnë. E përmenëm, për shë njerëz që e rikujtojnë pa të kalumen, pe këtheni paralele. Nathë nitën, është bloku kuvendi, kër në kanë marë autonomin, kër në kanë cungu kushtetutën, edhe sta deputet, jënë shku, e kanë shpallë, kushtetutën e re, Kaçanik. Kaçanik, ku kanë mujtë? Tash sot, pa politë sërbë, pa Sërbi, pa kërkan, përdoset kuvendi, vlera e ti venit. A kini alternativa tjera nëse kjo nuk përthret seancën? Se the ma nuk ka më kumëm i uj, nuk ka manipulim. Së përshkoni Kaçanik, me majtë seancë? Ne bojmë Kaçanik, më ne bojmë na që aty. E bojmë që aty në kovend tonë, le të më sheldirën sa të donë, na apet jemë që aty. Nuk kanë ka më shku këta. Kjo është betej, thashë, këto na duhet populli Kosovës. Ata që kanë kontribu për venin, na duhet me fitu. I përmene bodyguardat. Sot po reagime kundrejt deputetve nga stafi i sigurimit kuvendit. Qka pëndodhë? Pje bojnë presion se po është ganin si tha, do të mja bo që ka kanë bo ata mi zhujt me tulla, për me në respektu, ju këna mbroj për këtyne njerëzve, sot s'po në lenë mi him rana. Pi përdorin sigurimin e kuvendit kundrejt deputetve? Ka njerëz, aty policia është e Kosovës, është e gjithve, po ka individ aty që janë lëshu edhe e kanë puth me hyrin e këti babës budalve. Ka asi. Kush o baba i budalve? Albin Kurti, baba i shti logiqit e qëtyne. Edhe ka policë të cilët e kanë puth me hyrin e krojlit. Po ka plët të tjerë që nuk ju pëlqen kjo situatë. Ata duhet mju përmbajt ligjit Kosovës. Deputeti për ta është deputeti zgjedhur, edhe kishë drejt konja që reagoj ke që mës me prek. I thash bile një gjalli që mës e prek. E para është femen, është deputeti, nuk bën mi prek deputet. Po pat aty edhe kësi të partiz do që Sigurimi partiz? Po, të partiz vetë vendosës, që heshin salë aty edhe që u identifikun që janë qasi. Qështë ata po inë, pengot deputeti me i prej sigurimit, por nuk pengot me i militantit që e bjenë partia me odzim të saktum. Ta shpytja është, ku është policia, sojnë pëmvarë nësët organit e sigurisë, a këja policia, apo jënë shërbim të qeverisë, nuk ka asë një organ të sigurisë që është i pëmvarë në që i jep i shërben shtetit. Janë ra krejt në dorën e Zotit Kurti, për përdorën krejt? Kë tash e zotron, do më thonë, e manipulon, e menagjon kryeministrin, inteligencën, gjithë shka
presidentin, ushtruesin e detyrës, kryetarin e kuvendit e ka zapu me Hanidarin. Dhe më thonë, ky krejt e ka që tash. Ky ka mri qëllimet e veta. Ky ka kolapsu, e ka kap në dorë krejt, edhe ka vendos një krye prokuror, këto të funit që e boni. Këtu nuk duhet mu pajtu me këto.